Ky podcast është prodhim I Onovos. Në një botë frenetike ku jeta vazhdimisht na merr, është kaotike, dita ditës në lodhemi, ndjejmë vazhdimisht një mungesë energjie, shpeshherë jemi të papërshëndruar rreth asaj që ne bëjmë, na shfaqur një gjë që vërtet sot na ndihmon të gjithë botën. Sëmundjet parandaluese janë një investim I jashtëzakonshëm për të vepruar dhe për të kuptuar trupin, sinjalet e para që na jep trupi për të kuptuar që ne nuk jemi në rregull. Në fakt na ndodh që dhe atëherë kur ne ndjejmë veten që jemi shumë okay, nuk është se gjithçka shkon okay. Dhe pikërisht për këtë investim të jashtëzakonshëm që bota sot po flet vazhdimisht për longevity, që e quajnë në anglisht, do të flasim sot me doktoreshën Albana Daka, një nga ekspertët e kësaj fushë, që vërtet do të na sjellë disa informacione shumë të sakta rreth sëmundjeve parandaluese, sinjaleve të para të trupit që na sinjalizojnë diçka që nuk shkon. Përshëndetje dhe mirë se na erdhe Albana. Kënaqësi dhe për mua. Në fakt, ne jemi mësuar që të trokasim te dera e doktorit atëherë kur vërtet nuk ndjehemi mirë, kemi një sinjal I cili na shqetëson vazhdimisht dhe sot sëmundjet parandaluese na janë bërë një ndihmë, të themi deri diku që ne duhet të marrim masat. Si është ky kufiri ndërmjet një sëmundje tradicionale, themi, apo një gjë që neve na shfaqet her pas here dhe asaj që sot kjo botë dhe kjo industri e mjekësisë po zhvillohet më shpejt. Në fakt, gjithmonë popullata nuk lindin popullata të kulturuara mbi shëndetin, mbi parandalimin. Popullata kulturohet apo informohet padyshim nga specialistët e shëndetit dhe mjekësia në gjithë botën po vjen në trendin apo në erën e atyre që quhen masat parandaluese për të parandaluar një sër sëmundjesh, sepse qëllimi jon final është të kemi një jetë cilësore dhe një jetë të gjatë. Nëse më parë thoshim që të kemi një jetë të gjatë, së pari jeta duhet jetë cilësore, të jetohet denjësisht dhe të jetë e gjatë. Se ne mund të kemi një jetë relativisht të gjatë, po të jemi me një sëmundje kronike e cila na invalidizon apo nuk na lë që ta shijojmë jetën në të gjitha dimensionet e veta, kështu që pikërisht për këtë arsye sot edhe për zhvillimin shumë të madh të mjekësisë, të kombinimit të teknologjisë me mjekësinë, po bëhet gjithmonë më shumë diagnostika, ka avancuar padyshim shumë me ato që ne I themi markerat të mjekësisë parandaluese, pra shënjues të cilët na paralajmërojnë ne që organizmi diçka ka për të cilat ne mund t'i parandalojmë apo të kapim sëmundjet në stadet e para, kur kjo gjë është shumë e lehtë për të monitoruar, për të trajtuar, që sëmundjet të mos instalohen. Ama nga ana tjetër, siç ti e përmendë, kemi një jetë frenetike, kemi një jetë frenetike, njerëzit janë shumë orë jashtë shtëpisë, kemi një stil jete që megjithse promovohet që po jetojnë shëndetshëm, në fakt statistikat e OBSH-s nuk flasin kështu. Statistikat e OBSH-s po rritet gjithmonë më shumë obeziteti, që në moshat vogla, dhe me instalimin e të mbipeshës dhe obezitetit që në moshat të vogla kemi risk për ato që janë sëmundjet kronike, të cilat janë si rezultati obezitetit dhe inflamacionit në organizëm, ati indit dhjamor, I cili nuk është estetik, se ne shikojmë vetëm këndvështrimin estetik, që një masë dhjamore në bark apo në pjesë të ndryshme të trupit na prish atë estetikën, pamjen e bukur. Në fakt, obeziteti sot është klasifikuar sëmundje dhe është një sëmundje nga e cila marrin fillesën shumica e sëmundjeve, diabeti, sëmundjet e zemrës, hipertensioni, sëmundjet onkologjike, pra sëmundjet kancerogjene, dhe në këtë jetë frenetike dhe me këtë stil jete që ne po e promovojmë në fakt jetën e shëndetshme, pra ushqyerjen e shëndetshme, aktivitetin fizik, popullata për shkak të industrisë ushqimore, industria ushqimore po bën namin do të ndalesh pak tani. Fatkeqësisht. Është industria që po bën namin apo neve po mendojmë që po bëjmë një stil jete që ti e ceke pak më parë. Mendojmë që po bëjmë një jetë shëndetshme, por në fakt nuk po bëjmë të. Është së pari se mendojmë që po ham ushqim organik, bio. Luftohet vazhdimisht për këtë gjë. Luftohet vazhdimisht për këtë, ama në gjitha statistikat ne shikojmë që mbi 60-70% të popullatës vaktet kryesore I konsumon jashtë
familjes dhe edhe statistikat ekonomike tregojnë që fast foodet, ushqimi shpejt është ai që ka shitje më të mëdha, është konsumi më i madh. Po të flasësh me këto po themi platformat që bëjnë delivery të ushqimeve nëpër shtëpia, faktikisht shtohen ditët sikur pulla të thonë që në çdo 10 apo 20 fast food ordera, fast foodin e kemi një order ushqimi të shëndetshëm. Pra, statistikat pavarësisht se ne e promovojmë ushqyerjen e shëndetshme, statistikat janë që ushqyerja, fast foodet, ushqimi i rrugës është ai që po bën namin. Pse? Sepse industria ushqimore apo ushqimet sot të procesuara po paralelizohen me konsumin e duhanit dhe të drogës. Nëse ne themi që bëhemi të varur nga konsumi i duhanit apo i drogës, e cila varemi nga një substancë, nga droga apo nga nikotina, ushqimet e procesuara ne kemi një mix substancash kimike që janë brenda ushqimit të procesuar, të cilat shkojnë dhe na bëjnë të varur nga shija, të varur nga sasia. Ushqimet e procesuara sot, pra, të gjitha studimet thonë që një person vazhdon të hajë një ushqim fast apo një snack, një qese të madhe me patatina, edhe pse organizmi nuk kërkon më energjin, por shihet, pra kjo varësia nga shihet e bën që ne të marrim këtë sasin e madhe të hiperkalorive, marrim vetëm kalori, marrim krip, sheqer, konservant dhe marrim zero vitamina dhe minerale, të cilat mbajnë atë që ne i themi vitalitetin e qelizave. Pra ne shikojmë, themi organizmi po plaket. Ne shikojmë që organizmi po plaket vetëm nga indi më i madh i tij, që është lëkura. Dhe kemi filluar trendin e 10 viteve të fundit që kujdesemi për lëkurën, botox, filler, trajtime të lëkurës, ndërkohë thjesht i bëjmë një lustër, nuk është se përfaqësore, besoj që. Kjo është pjesë, siç ne shikojmë që plaket lëkura, me të njëjtin intensitet plaken dhe organet, sepse qelizat e organizmit është një mekanizëm i sofistikuar dhe të gërshetuar me njëra tjetrën, dhe ne themi që plakja qelizore sot, në nivelin e qelizave, nga stili jetës fillon që në mosha shumë të reja. Ne themi që nëse kemi një stil jete minimalisht 2 deri në 3 vjet të pashëndetshëm, pra pa aktivitet fizik, të fokusuar te ushqimet e procesuara, plakja e organizmit fillon që në moshën 23-25 vjeçare. Ne mund të mos ta shikojmë, pra mos e kuptojmë një 25 vjeçar të plakur nga këndvështrimi i lëkurës, aman të gjitha sinjalet e organizmit dhe të gjitha ato që unë thash markerat diagnostik laboratorik në flasin që organizmi ka filluar të plaket. Po nëse ky person që është në këtë moshë të re, të themi, dhe një ditë zgjohet dhe merr sinjalet e duhura që patjetër duhet bëjë një jetë të shëndetshme, një aktivitet fizik normal, edhe të ketë një mendësi dhe një qetësi shpirtërore. A mund të arrijë që ta rikthej? Patjetër. Së pari ne promovojmë gjithmonë më shumë që kontrollet mjekësore. Kontrollet mjekësore janë shumë të rëndësishme. Po, të themi dhe sëmundjet parandaluese, çfarë duhet të bënë, cilat janë ato shenjat e para, që ne të kuptojmë që vërtet. Së pari ne referojmë gjithmonë që popullata shqiptare është e pa edukuar, popullatat në përbot janë të edukuara, shkojnë, bëjnë këto kontrollet periodike, nuk është kështu. Popullata është edukuar, pra shtetet vendosin disa, po themi, masa dhe disa strategji për ta kulturuar dhe edukuar popullatën, sepse financiarisht nga të gjitha këndvështrimet, një shteti i kushton shumë herë më pak të parandaloj se sa të ketë të sëmur kronik, të cilët pavarësisht me rritjen e jetëgjatësisë i ka kosto financiare. Kështu që politikat europiane dhe botërore gjithmonë më shumë janë për të edukuar në këndvështrimin e shëndetit popullatën, që të bëjnë kontrollet periodike 6 mujore, vjetore, për të kapur në kohë sëmundjet. Pra shtetit i intereson që të ketë popullat të shëndetshme për të mos pasur barra financiare afatgjate më vonë, por ne personalisht na intereson që të jemi persona të shëndetshëm, të bëjmë një jetë dinjitoze, të ta shijojmë jetën e tëra këndvështrimet e veta duke qenë të shëndetshëm. Dhe pikërisht kjo është informimi i popullatës, dhe informimi fillon që nga edukimi mbi kontrollet vjetore, dhe tek kontrollet vjetore të cilat sot ka një trendi shumë të madh, oferta pafund,
ky paneli kaq, ky paneli aq, bën 1, merr 2. Kontrollet duhet të kalojmë në kontrollet të personalizuara. Pse kontrollet të personalizuara? Ne kemi një historik familjar, pra kemi një material gjenetik të trashëguar nga të dy prindrit, nga dy familje, të cilat kanë predispozit për sëmundje të ndryshme. Ajo që quhet historiku jon familjar. Kemi një jetë të deritanishme me historikun ton shëndetësor. Pra me ulje ngritjet, me problematikat shëndetësore që kemi pasur ose jo. Kemi një stil të caktuar jetese. Dhe kjo pikërisht të gjitha këto karakteristika na bëjnë që kontrollet vjetore të mos jenë kaq standard, pra të mos jenë vetëm duke u bazuar tek mosha e gjinia, por të jenë të bazuara tek historiku jon familjar, shëndetësor dhe personal, dhe kjo na bën pastaj që këto kontrolle të jenë të personalizuara, sepse edhe ndërhyrjet, pra çfarë duhet të bëjmë ne, padyshim duhet të jenë të individualizuara, pra të personalizuara. Kështu që fillohet me kontrollet vjetore shëndetësore dhe pastaj kalohet në menaxhimin e stilit të jetës, pra e ushqyerjes, e aktivitetit fizik dhe e terapive të tjera që sot janë terapi që ndihmojnë shumë në, po themi, në atë rikthimin e qelizave në funksion apo të organeve në funksionin e vet maksimal. Pra asnjëherë ne themi gjithmonë, asnjëherë nuk është vonë të marrim masa për të pasur një organizëm të shëndetshëm, po sa më shpejt i marrim këto masa, aq më mirë është. Unë i them gjithmonë edhe kur vin prindrit që duan të fillojnë një jetë të shëndetshme, por një pjesë e madhe për arsye estetike dhe pasi ti ja shpjegon e kuptojnë që arsyeja kryesore është shëndetësore dhe pastaj estetike, dhe kur kam përdorë një fëmijë i cili është me një qese patatinash, dhe unë i them që s'është mirë me pas fëmija këtë qesen, thotë ky është i vogël do rritet. Jo. Ne kemi një memorje të stilit të jetës në organizëm, që e cila kthehet në një sistem imunitar të dobët, në një sistem imunitar mesatar apo të fortë. Dhe është pikërisht ky sistem imunitar, ajo ushtria jon, që na mbron nga gjithë sëmundjet. Pra, nuk ka rëndësi nëse këto janë griprat stinor, janë sëmundjet kronike. Pra, kështu që kemi një memorje të stilit të jetës në organizëm e cila arkivohet. Aty kemi këtë arkivën e cila është aty dhe pikërisht në saj të gjithë materialit që ajo ka mbledhur, ne shfaqet ne dhe ne thotë që kemi një jetë të shëndetshme apo jo. Kështu që prandaj edukimi i stilit të jetës fillon në familje. Unë i them që që në moshat hershme. Që në moshat hershme ne kemi obezitet dhe sëmundje autoimune, ne shikojmë sot fatkeqësisht që flasim, kemi 50 deri në 70%. Kemi statistika në Shqipërinë? Nuk ka statistika të mirëfillta në Shqipërinë. Ne gjithmonë fatkeqësisht i bazohemi statistikave të Ballkanit dhe të Mesdheut për shkak të stilit të jetës, për shkak të ngjashmërisë së popullatave, bazohemi në shumicën e rasteve nuk kemi statistika, por kemi për obezitetin dhe mbipeshën patjetër, kemi statistikat e Institutit të Shëndetit Publik, të cilat sidomos në problematikat të mbiushqyerjes, pra të mbipeshës, obezitetit, aktivitetit fizik, kanë filluar që të kemi statistikat, po themi, të vendit dhe flasim për një obezitet që ka qenë 18% në 2022, në statistikat e Eurostatit në 2024 ka ngaluar në 22%, që në mosha 5-9 vjeçare. Kemi fillimin fatkeqësisht të diabetit të tipit parë, që është diabet që fillon në mosha të hershme, që ne 10 vjet më parë thoshim që diabeti i tipit të parë është kryesisht për shkaqe gjenetike. Sot po vendoset diabeti i tipit të parë kryesisht për shkak të stilit të jetës. Dhe komuniteti evropian fillon së shpejti një projekt në gjithë Europën, i cili do masi disa markera apo shënjus në moshat 4, 6 dhe 10 vjeçare, të cilat do na sinjalizojnë ne për fëmijët nëse mund të jenë të predispozuar për diabet të tipit parë apo jo nesër, sepse projekcionet realisht janë goxha shqetësuese në rang europian, po padyshim edhe në rang global. Prandaj kur themi që stili jetës dhe kur themi stili jetës duhet t'i informojmë njerëzit që të kesh një stil jete të shëndetshëm nuk kushton, jo gjithmonë kushton. Të hash shëndetshëm nuk do të thotë
që të blesh avokado në çdo moment. Shikojmë në rrjetet sociale thua. Padyshim që jo. Sepse ato trumbetojnë të gjithë pjesën që kjo është jeta sociale, jeta e shëndetshme. Që jo, apo po di un dragon fruit, ne kemi një sport ushqimore vendase dhe mesdhetare. Regjimi ushqimor mesdhetar është regjimi sot më i shëndetshëm dhe vende të cilat nuk janë pjesë e mesdheut po përpiqen ta modifikojnë shportën e vet dhe të vënë në këtë sport, ne e kemi këtë sport. Dhe duke e pasur këtë sport, flora jon bakteriale është e dizenjuar në breza për këtë sport ushqimore, sepse kështu jemi ushqyer, kështu ushqemi ne, kështu janë ushqyer prindrit tan, kështu janë ushqyer gjyshrit tan dhe kemi një memorie edhe gjenetike nga brezi në brez. Kështu që apo të bësh aktivitet fizik nuk do thot gjithmonë të vemi në palestra e të paguajmë palestra të shtrenjta, duke ecur, duke minimizuar makinën, autobusin, për të bërë aktivitete të ndryshme të ditës, për të bërë një shëtitje në natyrë në kohën kur kemi hapësirë, nuk është pra nuk kushton. Të gjitha këto do të thotë që të gjej format e duhura, të gjej format e duhura, se në pjesën e madhe të rasteve thonë që jo, po, të ushqe e shëndetshëm kushton. Të bësh aktivitet fizik, duhet kesh një buxhet të caktuar, të paguash palestra apo aktivitete fizike të komplikuara. Jo, nuk është kështu. Në fakt, kështu duket sikur në momentin që ti do të zgjedhësh të bësh një jetë të shëndetshme, patjetër do të kesh edhe një buxhet shumë të madh. Jo, se një prind i cili i jep një 500 lekësh apo 1000 lekësh fëmijës te xhepi në mëngjes për të blerë një croissant apo një qese patatina dhe po ta konvertoj atë në një tost apo sanduiç të bërë në kushte shtëpie me një fet djathi, me një fet domate dhe me gjërat minimaliste që çdo familje i ka në frigoriferi dhe në dollapin e vet, nuk mendoj që po ta kalkuloj në mënyrë të detajuar, nuk mendoj që do t'i kushtojmë më shtrenjtë. Kështu që unë mendoj që ne justifikojmë gjithmonë veten, e justifikojmë për veprimet që bëjmë, po patjetër në momentin që organizmi ka nevojë për disa terapi rigjenerative, padyshim që ka. Për rigjenerimin qelizor, meqense e përmendëm pak a shumë faktin që sot teknologjia është zhvilluar, kjo industri dhe mjekësia vet po gjeneron akoma më shumë zhvillime pothuajse për ditë, lexojmë, informohemi, ndonjëherë edhe keq informohemi bashkë me informimin. Por rigjenerimi qelizor, sa e rëndësishëm është dhe është vërtet efikas për të patur një jetë jo vetëm të gjatë, por rëndësishëm është të jemi të shëndetshëm. Absolutisht që ka efektet rigjenerimi qelizor, sepse nëse ne themi që duam që të jemi më të rinj dhe kur ne plakemi, plakja nuk është gjë tjetër vetëm ulja e aktivitetit të qelizës. Pra nëse qeliza gjithë proceset të veta i ka kryer për një kohë të caktuar, me kalimin nga një dekadë në dekadën tjetër, këto procese e dyfishon kohën, pra e rrit kohën dhe duke e rritur kohën, pra qeliza po themi bëhet më dembele apo plaket. Dhe ne në çfarë moshe fillon pak a shumë? Unë ju thash që sa më i keq të jetë stili jetës, fillon që në moshën 20, 22, 25 vjeçare, ose kur janë marrë në studim një person me një stil jete jo korrekt, shumë të pashëndetshëm me një person 50-60 vjeçar që ka bërë një jetë të shëndetshme, është parë që qeliza dhe organet kanë qenë pothuajse të përafërta në funksion. Pra, ajo çka i ekspozojmë në organizmit bën që të plakemi herët apo jo. Padyshim që ne nuk e evitojmë plakjen, thjesht e shtym në kohë. Pra, shtyrja në kohë nuk do të thotë që të kemi vetëm një lëkurë të bukur, do të thotë që të kemi dhe organe të shëndetshme. Sot të gjitha trajtimet, pra marrja e suplementeve kur duhet. Organizmi ka nevojë, sot padyshim kemi një trend të madh ose kemi dhe ato që hajde ham fast food dhe mbushim çantën me suplemente. Jo, nuk funksionon kjo gjë. Ekuilibri nuk jemi në përpjesësim të drejtë. Nuk funksionon. Padyshim, marrja e mineraleve, vitaminave, forma ideale është marrja me ushqimet. Kjo nuk diskutohet. Pra, nuk ka jemi në një farë mënyrë. Ne jemi padyshim çfarë ham, ama nëse organizmi ka mangësi të caktuara në periudha të caktuara, padyshim duhet i marri këto vitamina dhe minerale që t'ja lehtësoj proceset vetes, pra t'ja lehtësoj organizmit proceset. E njëjta gjë është edhe për terapitë e tjera
dhe këto suplemente merren padyshim nga forma më e përhapur është padyshim forma që marrim nga goja çdo natë me radhë, dhe forma më e lehtë që është forma intraven, që ti merr sasi më të mëdha, sasia vete direkt në gjak dhe nuk bën terapi të zgjatura, eliminon, po themi, këtë që ne quajmë barierën e sistemit tretës, i cili përfith një pjesë të vogël të vitaminave dhe të suplementeve. Sot padyshim përdoren shumë në personat e shëndetshëm, por edhe për trajtimin e sëmundjeve të caktuara, ajo që quhet terapia me oksigjen ose të pyesja në fakt. Pse është kaq e rëndësishme? Sepse ne kur themi që qelizat plaken, dhe unë e përmenda dhe thash ulja e shpejtësisë me të cilat kryen proceset, kjo shpejtësi ulet sepse organizmi apo qelizat secila në vetvete ul afinitetin apo atë tendencën për të kapur sasinë e oksigjenit, pra kap oksigjen më pak, dhe burimi apo motori i qelizës nëse nuk ka oksigjen nuk funksionon, dhe sa më pak oksigjen t'i japim ne, aq më e ngadalshme kthehet qeliza. Quhet terapi HBOT? Terapia hiperbarike me oksigjen dhe emri shkurt për ta qenë më i lehtë quhet terapia hiperbarike HBOT. Personi futet në një ambient me presion pak a shumë 2 atmosferë, është i ngjashëm me presionin kur ne zhytemi, pra kur zhytemi në thellësi të konsiderueshme në det, në një presion të tillë vihet maska me oksigjen brenda këtij ambienti dhe ne gjatë një seance përafërsisht 1 orëshe marrim 16 herë më shumë oksigjen se ç'marrim në kushte normale. Pra, organizmit dhe çdo qelizë i vete një sasi oksigjeni 16 herë më e lartë. Dhe kudo ku gjen, po themi, zona të plakura, po ne e themi zona të inflamuara, pra ku ka inflamacion, kudo ku gjen inflamacion në çfarëdo organi, fillon dhe e rikuperon, sepse ti i çon karburantin gati, pra e çon sasinë e madhe të oksigjenit ajo që qelizës i duhen. Dhe sot po bëhen studime, por po futen në fakt ne po përpiqemi t'i futim dhe në kontrollet rutinë të njerëzve që kryejnë terapi të tilla, dhe identifikimi që qelizat, po themi, rigjenerohen, nuk duhet të ngelet shumë klishe. Pra, personi që bën seancat e dhomës hiperbarike e ndihen menjëherë pas 2-3 seancave të para. Sa do të pyesja, sa e këshillueshme është? Varet nga personi? Varet gjithmonë së pari në personat që janë të shëndetshëm, pra që ne i klasifikojmë në persona të shëndetshëm, që pa probleme të tjera shëndetësore, ne gjithmonë referojmë 10 deri në 15 seanca, të cilat duhet të jenë intensive, të paktën 4 deri në 5 javë. Pra, çdo ditë, po themi, gjatë ditëve jo weekendit, pra për një 3 javësh minimalisht të bëhen 10 deri në 15 seanca. Pastaj, për problematika të ndryshme, në sëmundjet autoimune, në rastet që ne i themi long COVID, në këto rastet që COVID i ka lënë pasoja, pos rasteve onkologjike, pra tek një person që ka kaluar një sëmundje kancerogjene, në personat që bëjnë humbje të papritur të dëgjimit, post kirurgjive estetike, kirurgjia estetike për të bërë një rikuperim shumë më të shpejt, sepse duke qenë se zonat ku është ndërhyrë estetikisht janë zona post operacioni dhe janë të inflamuara, vajtja e oksigjenit me presion të lartë bëjnë që plagët e operacionit të rigjenerohen shumë shpejt. Pra këtu pastaj në personat me problematika të zhvillimit, si në fëmijët me çrregullime të vëmendjes dhe në autizëm, ne përdorim një numër të konsiderueshëm seancash, edhe deri në 40 seanca brenda 6 muajve, sepse duke qenë se gjithmonë evidentohet një farë inflamacioni i indit cerebral, pra i sistemit nervor, vajtja e oksigjenit me presion të lartë bëjnë që të minimizohet inflamacioni i sistemit nervor, dhe duke minimizuar inflamacioni, fëmia është më aktiv gjatë terapisë së sjelljes, logopedisë, prindrit referojnë për përmirësime të dukshme, kështu që në varësi të gjithë problematikave pastaj numri i seancave rritet, por në ato që ne i quajmë persona të shëndetshëm dhe terapia quhet terapia anti-aging ose longevity, zakonisht përdorim 10
10 deri në 15 seanca. Dhe ajo që thash më parë, sot përveç se përmirësimit që ndjen çdo person, sot është e matshme dhe se sa efekt ka në këndvështrimin laboratorik. Se sa efekt ka kjo terapi. Është vërtetuar, domethënë që universitetet më promotore të kësaj janë universitetet e Izraelit, të cilat e kanë futur për shkak të luftrave në vite dhe për shkak kryesisht të problemeve të shëndetit mendor, ata e kanë përdorur shumë, sidomos tek ushtarët pasi ktheheshin nga lufta, edhe në Kinë kam dëgjuar në fakt për shkak të kaosit fluksit të pjesës. Dhe është parë që nëse bëheshin ato që quhen telomere length ose gjatësia e telomerëve, pra në këndvështrimin gjenetik ne kromozomet kanë ato skajet fundore që quhen telomer dhe me kalimin e viteve, nëse ne bëjmë një hartë të kromozomet fillojnë dhe zvogëlohen në gjatësi. Pra, nëse bëjmë hartën e kromozomeve të mia në moshën 20 vjeçare dhe po ta bëjmë tani, do shikojmë që kromozomet janë më të vogla. Dhe kjo pasqyrohet në ato që ne i themi plakje qelizore. Nëse bëjmë këtë ekzaminim, pra masim telomerët e kromozomeve, të gjithë rrjetit të kromozomeve para terapisë, dhe 6 ose 1 vit pas terapisë shikojmë që kromozomët janë rritur në gjatësi. Pra, ajo që quhet telomere length është rritur në gjatësi dhe që kjo pastaj në mënyrë të drejtë për drejtë na tregojnë që qelizat janë futur në atë ciklin e rigjenerimit të vet. Prandaj nuk janë, domethënë vetëm që çfarë percepton personi apo mjeku që ka përballë thot janë këto apo ato referenca, sot këto referenca kthehen lehtësisht të matshme tek personat që aplikojnë këtë lloj terapie. Çfarë duhet të ketë parasysh një person që do të bëjë këtë lloj terapie me oksigjen? Domethënë çfarë kontrollesh duhet të ketë? Së pari unë thash kontrolli i parë që bëjmë është ai kontrolli vjetor, i cili kthehet check-upi vjetor, i cili është i personalizuar padyshim për shkak edhe të gjithë problematikave që kemi pasur më parë. E vetmja po themi kundër indikacion apo personat që nuk futen në këtë lloj terapie janë persona që kanë dëmtime, ne themi të kraharorit, po kjo vjen post trauma, pra nuk futen persona që kanë një traumë automobilistike apo një problematik tjetër. E vetmja shqetësim në thonjza që mund t'japi terapia është që në seancën e parë për shkak të këtij ndryshimi të presionit mund t'japi një farë shqetësimi në vesh, siç na jep ngritja e avionit, pra personat që kanë problematika me avionin, edhe jep këtë ndryshimin, ngritja në lartësi apo ulja jep këtë ndryshimin pak. Po ajo me një procedurë të thjeshtë që ne i themi pacientëve është totalisht e kalueshme dhe personat pastaj që e bëjnë këtë terapi duan vetë ta vazhdojnë rritjen e energjisë, uljen e asaj që quhet lodhje kronike, rritja e cilësisë së gjumit, pikërisht sepse ti i jep në kushtet optimale qelizës karburantin kryesor. Ja çon direkt dhe ajo duke marrë karburantin kryesor i kryen të gjitha funksionet në mënyrën më optimale të vetën dhe padyshim lëkura është ajo që padyshim që evidentohet tek personat. Meqense po ndalem edhe jam shumë kurioze në fakt për këtë terapi dhe pyes për faktin të gratë, të cilat janë para menopauzës ose menopauzë. A i ndihmon ato? Se nuk e përmendëm të kategori. Nuk e përmendëm, padyshim që e ndihmon sepse nëse ne themi që nuk është se stopon menopauzën, janë ca procese biologjike. Sigurisht, nuk po them, por procese biologjike. Procese biologjike që organizmi padyshim do t'i kalojë, por edhe instalimin i perimenopauzës dhe menopauzës kalon ose jo me shqetësime në një organizëm i cili ka një inflamacion persistent, pra nuk është dhe sa më për shembull gratë me mbipesh, gratë të cilat është instaluar diabeti më parë, apo që kanë sëmundje kronike të vendosura më parë, kalojnë një perimenopauzë dhe menopauzë më të vështirë. Kështu që fillimi i trajtimit të tyre dhe bashkimi me terapinë hiperbarike normalisht bëjnë që perimenopauza realisht të kalojë shumë lehtë sepse dhe loja hormonale bëhet shumë më graduale, shumë më e këndshme, minimizohen këto
lojrat hormonale Barierat e forta që drastike, mund kenë. sepse ne kemi një tendencë të mbajtje të lëngjeve që gruaja perceptohet e fryrë, thot, unë nuk ha më shumë, por jam e fryrë, jam këmbët e fryra, barku i fryrë, sepse gjatë terapisë, duke qenë se unë thash që ajo rrit funksionin e qelizave, ne kemi një rritje shumë të mirë të metabolizmit dhe duke u rritur metabolizmi bën që edhe proceset hormonale të ndodhin më, sepse ajo që ne instalohet në menopauzë është një metabolizëm shumë i ngadalshëm dhe i gjithë ky na sjell të gjitha këto simptomat, mbajtjen e lëngjeve, fryrjen që ndjejmë gjithë ditën, dhimbjet e kokës, të shpeshta që imitojnë atë sindromin perimenstrual, i themi. Pra nëse cikli ka një djersitje flashet në zonën e dekoltes, pra të gjitha këto bëhen shumë më të lehta gjatë aplikimit të terapisë. Kështu që është një terapi realisht shumë, sepse ti e ndihmon organizmin që të bëj procese sa më natyrale, sepse jep karburantin, pra jep oksigjenin, edhe loja hormonale bëhet shumë graduale dhe ndjenja e instalimit të menopauzës shumë e lehtë, me dyshim. Shumë e lehtë. Nëse do të ndaleshim edhe në këshillonet për një 3 këshilla të vlefshme për një jetë gjatësi, vitalitet, cilat janë sipas teje? I përmende pak a shumë ndoshta një përmbledhje shkurtër. Shtyllat kryesore unë do thosha ushqyerja e mirë. Ushqyerja është çelësi i kombinuar me aktivitetin fizik brenda kornizave të secilit nga ne dhe cilësia e gjumit. Ne nuk e përmendëm shumë, por cilësia e gjumit është realisht shumë vendimtare, është, po themi, e barazvlefshme me regjimin ushqimor, edhe cilësia e gjumit, sepse ne mund të bëjmë një regjim ushqimor të shëndetshëm, po nëse me kaotizmin e sot, me rrjetet sociale, me elektronikën, me këtë konvertimin e orëve të natës në orë dite dhe orët e ditës në orë nate, kemi bërë që gjumi të jetë jo cilësor në shumë orë të pakta dhe kjo ndryshon atë që ne themi ritmin cirkadian. Pra ne bëjmë një lojë hormonale që është e vendosur në 24 orëshin. Ne prodhojmë sot marrim melatonina. Njerëzit marrin melatonin. Pse marrin melatonin? Sepse e konvertojnë orët kur duhet të flenë në orët jo të përshtatshme. Melatonina prodhohet në mënyrë fiziologjike nga organizmi, ama prodhohet në orët që duhet të prodhohet. Fillon ora 9-10 të darkës, po themi do instalohet gjumi në orën 10-11, ama nëse ne e agjitojmë organizmin me një aktivitet apo me një fast food që jemi duke ngrënë, padyshim do të çrregullohet kjo lojë hormonale dhe pastaj fillojmë themi kemi pagjumësi që ja kemi shkaktuar në fakt vetes. Pra, regjimi ushqimor, aktiviteti fizik dhe cilësia e gjumit janë 3 shtyllat kryesore për të cilat sipas kornizave individuale të secilit nga ne, por po të jemi shumë të vëmendshëm, ti mirë organizojmë, patjetër që do kemi nesër një organizëm të shëndetshëm. Për çfarë trokaset më shumë te ty, doktoresh? Për të ulur pesh? Për të patur këtë jetën e gjatë të shëndetshme? Para disa vitesh, fokusi kryesor ka qenë për, po themi, për të ulur pesh në këndvështrimin estetik. Unë vetë, ndoshta më është kthyer edhe si mision që nuk e promovoj fare këtë pjesën estetike dhe e kam është padyshim së pari për shëndetin dhe pastaj edhe estetika është e rëndësishme, por vjen në vendin e dytë, nuk vjen në vendin e parë. Dhe sot njerëzit ka një ndërgjegjësim të popullatës për të qenë i shëndetshëm. Dhe për të qenë i shëndetshëm, jo kur ne na afrohet mosha për të instaluar sëmundjet kronike apo pas të 40-tave që fillojnë njerëzit, duhet të jemi të shëndetshëm që në ditët e para të jetës. Pra kur fillojmë të jemi të shëndetshëm vetë, duhet kemi një jetë të shëndetshme familjare. Unë them që hapi frigoriferin dhe dollapin e ushqimeve një familje dhe nuk kanë nevojë fare të pyesë se si ushqehen. I kupton direkt. Vetë çfarë rutinë ndjek? Pa dyshim unë kam një ditë pune të ngjeshur, por përpiqem që të gjej orët e përshtatshme, përpiqem që 3 deri në 4 herë të shkoj në palestër në mëngjes herët, pra ta startoj ditën që mos të më, sepse nëse e lë në drek ose mbas dite jo gjithmonë, po themi, e zbatoj, bëj palestrë në mëngjes.
kohët e fundit kam filluar të bëj një regjim fasting, po jo gjithë vitin. Dëgjoj vazhdimisht për fasting. Nuk është regjim vjetor që duhet bërë, pra momental mund të përdoret me periudha të shkurtra, përpiqem që të ha në një 8 orarsh. Jam në punë pjesën e parë, po themi 4 orëshën e parë, bëj një pushim të drekës 1-2 orësh, pastaj rifilloj punën dhe një 4 orësh mbasdite. Përpiqem që në shumicën e javës të futem tek dhoma hiperbarike në darkë vonë, që po themi të marr atë. E ke si dhomën tënde të relaksit. Po mbyll edhe ca punë në fakt, se duke mbajtur 40 ca minuta. Po, duke mbajtur kompjuterin mbyll edhe një pjesë të punëve. Kështu që por padyshim për të tërë sfidë jeta e shëndetshme. Nuk është kaq teorike, pra nuk është kaq e bukur sa e themi, sepse do një agjendë, do një disiplinë, duhet që do një ndërgjegjësi. Në momentin që do vina ai kolli, ai momenti që ti duhet të veprosh, ndërgjegjësim dhe disiplinë. Dhe ti mund të ndërgjegjësohesh, po derisa disa aktivitete ti kthesh në disiplinë, është e vështirë për secilin nga ne, por që sa më herët të fillojmë, është aq më mirë dhe unë e përmend gjithmonë më shumë. Nëse nuk e kemi filluar jetën e shëndetshme vet, minimalisht t'ja fillojmë fëmijëve sa më herët. Pra, nëse vetë e kemi filluar, po themi pak vonë, duhet jemi shumë të fokusuar padyshim dhe tek fëmijët. Si parashikohet mjekësia e së ardhmes? Mjekësia e së ardhmes parashikohet që padyshim të jetë kjo mjekësia parandaluese. Sot në fakt është bërë shumë, nuk flitet më shumë me terma afatgjat, po e shikojmë jo vetëm në mjekësi, po në të gjitha fushat. Po parashikohet futja e inteligjencës artificiale, futja e elektronikës, po indukton shumë parandalimin. Pra, po themi që tek testet home use, pra testet që mund të zhvillohen në kushte shtëpie, vajtja e shërbimit shëndetësor sa më afër personit, monitorimi, sot inteligjenca artificiale po krijohen spitale, monitorimin e personave me sëmundje kronike dhe me sinjale që shkojnë direkt në spital dhe ambulanca vjen. Pra, po ka një ndërgjegjësim, aman unë vazhdoj të them që ndërgjegjësimi dhe shkenca po ecën, por vazhdoj të them, nuk dua të bëhem e lodhshme që industria ushqimore po vazhdon të jetë akoma në superioritet të, po themi, të parandalimit dhe të jetës së shëndetshme. Dashur na mbizotron, edhe pse ne mundohemi, edhe thash që në fillim të mundohemi të ham edhe po që nga marketingu, nga publiciteti i madh, nga ajo fillon që domethënë që nga loja psikologjike që bëhet, nga ngjyrat e fëmijët, nga aditivët që përdoret për të bërë dependent, pra për të bërë, sot ka ikur tendenca, ne po shikojmë ka ikur tendenca, nuk kemi më fokus alkoolin, brezi i ri nuk ka më mbi konsum të alkoolit, nuk ka më mbi konsum të alkoolit, pra pijet po kalojnë pa alkool, por zëvendësohen padyshim me gjëra të tjera, por po zëvendësohen në mënyrë shumë me ushqimet e pashëndetshme. Mendoj se doktoresh kemi thënë pothuajse të gjitha në lidhje me sëmundjet parandaluese dhe për të patur një jetësi të shëndetshme dhe vërtet bukur, nuk mos pretendojmë që do jetojmë gjatë, po dhe ato vite që të kemi sa më të bukura dhe më të shëndetshme. Në fakt ne kemi si rutinën tonë, rituali ynë është dhënia një dhurate. Ju jeni e fushës, e përmendët pak suplemente dhe integratorët që duhen përdorur. Suplementet padyshim janë që janë pjesë e rëndësishme e ditës edhe mënyrës se si ne jetojmë. Ka ardhur në shtëpinë e duhur, në shtëpinë e Onovos. Unë të falenderoj për gjithë shpjegimet e mundshme. Jam e sigurt që do të rishihemi sërish për të trajtuar tema të tjera, sepse njësoj si fushat e estetikës, por dhe fusha e mjekësisë që është më rëndësishme akoma, është në zhvillim çdo ditë më shumë. Është në zhvillim, ka të reja gjithmonë, mjekësia updatohet çdo sekond, them unë, jo çdo ditë. Dhe ajo që më pëlqen dhe dua ta përmendja në fakt, është fakti që për aq sa të ndjek në rrjetet sociale, fakti që i e gjithmonë në zhvillime si për të kongreseve të shumta që mund të zhvillohen nëpër botë dhe je prezente. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për është prezente sepse që ti të updatohesh me informacion, padyshim që duhet jesh pjesë e rrjeteve ndërkombëtare, duhet lexosh gjithmonë, mjekësia nuk mbaron asnjëherë. Kështu që padyshim duhet jesh prezent që të updatohesh dhe
të gjitha këto update-et të futen pastaj në protokollet e vendit, në protokollet që ne përdorim çdo ditë. Mendoj që edhe një pjesë të mirë të profesionit tënd ja ka kaluar vajzave? Po, vajza e madhe vazhdon mjekësinë, është në vitin e 3 në Universitetin Katolik në Rom, një nga universitetet më të mira në fakt i atashuar me Spitalin Gemelli dhe Bambino Gesù, kështu që ajo donte mjekësinë, unë në fakt duke qenë se është një profesion shumë i përkushtuar, kam bërë një çik të avokatin e djallit, duke i treguar më shumë anët e këqija se sa të mira për familjen. Por me sa duket e trashëguar nga të dy prindrit, ajo donte ta vazhdonte dhe që të vazhdosh unë mendoj në çdo profesion, nuk është vetëm në mjekësi, po mendoj që ti ose duhet të bëhesh një specialist i mirë ose mos merr një shkollë thjesht për të pasur një titull. Një diplom. Dhe kështu që prandaj i kam thënë, o merre mjekësinë dhe bëje tamam, o më mirë mos e merr. Faleminderit atëherë edhe një herë tjetër. Faleminderit që na ndoqët dhe mos harroni të na ndiqni në kanalin e YouTube-it në Onovo për veten.